Në arkivat e vjetra të sigurimit të shtetit, të fshehura në një dhomë padritare në bodrumin e Ministrisë së Brendshme, gjendet një dosie me numrin 563.7. Mbi kopertinën e verdhur nga koha, me shkronja të kuqe, shkrua një fjalë që i ngrinte lëkurën çdo shqiptari: sekret. Brenda saj, me shkrim dore të rregullt, me bojë blu që ka zbeht por ende lecohet, janë 38 faqe raporte. Raportet i nënshkruan një njeri me pseudonimin Miku. Por kush ishte Miku? Për 35 vjet, askush nuk guxoi ta hapte këtë dosie. Kur më në fund u hap në vitin 2021, emri i vërtet që u shfaq në fund të raporteve i bëri edhe hetuesit më të fortë të mbanin frymën. Ishte Pandi Raidi. Po, ai Pandi Raidi. Miku i ngushtë i Sander Prosit. Njeriu që qau më shumë se kushdo në varrin e tij. Njeriu që mbajti fëmijët e Sandrit në krah kur ata mbetën jetim. Ai ishte ai që e dërgoi mikun e tij në vdekje. Ai ishte ai që shkruante çdo fjalë, çdo shaka, çdo ankesë të Sandrit, dhe ja dorëzonte drejt për drejt sigurimit. Dhe nëse po, pse e bëri? Për para? Për frikë? Apo sepse nuk ishte zgjidhje tjetër? Kjo është historia që u mbajtë fshet për më shumë se një gjenerat. Historia që trondit themelet e miqësisë, besimit dhe njerëzisë në vitet më të errta të diktaturës komuniste shqiptare. Historia e dy burrave që u rritën si vëllezër, që ndan bukën dhe ëndrat, por që në fund njëri prej tyre u bë vegjël e një makine që nuk fal askënd. Sot, për herë të parë, ne do të hapim këtë dosie. Do të lexojmë raportet që Pandi Raidi shkruante natën kur familja flinte. Do të dëgjojmë dëshmitë e atyre që ende jetojnë dhe që mbajnë sekretet e atyre viteve. Do të zbulojmë se si sigurimi e rekrutoi Pandin, si e kërcënoi, si e theu. Dhe do të përpiqemi të kuptojmë pyetjen që mundon çdo shqiptar që di këtë histori. A mund ta gjykosh një njeri që zgjodhi jetën e fëmijëve të tij mbi nderin e miqësisë? Në fund të këtij udhtimi, ju vetë do të vendosni. A ishte Pandi Raidi tradhtar apo viktim? A ishte ai shkaktari i fundit të Sander Prosit, apo vetëm një gur tjetër në murin e burgut që diktatura ndërtoi rreth çdo shqiptari? Sepse e vërteta, siç do ta shihni, nuk është as e bardhë as e zezë, është gri dhe është e tmerrshme. Ishte fundi i vitit 1988. Shqipëria mbyllej si një arkivoll i vjetër e izoluar nga bota, e mbyllur në veten e saj si në një burg pa mure. Në Tiranë, në një apartament të vogël në katin e tretë të një pallati socialist në lagjen Shallvare, jetonin dy familje. Në njërën anë, familja e Sander Prosit, në anën tjetër, familja e Pandi Raidit. Dyert e tyre ishin përballë njëra tjetrës. Çdo mëngjes kur Sandri dilte për në punë, takonte Pandin në shkallë. Çdo mbrëmje kur ktheheshin, pinin kafe së bashku në balkonin e ngushtë që ndanin. Fëmijët e tyre luanin së bashku, gratë e tyre gatuanin së bashku. Ishin më shumë se fëqinj. Ishin vëllezër. Sander Prosi ishte inxhinier. Punonte në kombinatin e tekstileve në Tiranë. Ishte njeri i qetë, me sy të butë, me buzëqeshje të sinqertë. Nuk fliste shumë, por kur fliste, njerëzit dëgjonin. Kishte një dinjitet të brendshëm që e bënte të respektuar. Nuk ishte antar i partisë. Kjo ishte një zgjedhje e vetëdijshme. Në ato vite, të mos ishe antar i partisë ishte si të ecje me një shenjë të kuqe në ballë. Por Sandri nuk e kishte frikën. Ai besonte se puna e ndeshme, profesionalizmi dhe heshtja ishin mjaft për të jetuar me dinjitet. Ai gaboi. Pandi Raidi ishte më i zhurmshëm, më shoqëror. Punonte si kontabilist në të njëjtin kombinat. Ishte antar i partisë që në moshën 25 vjeç, jo sepse besonte me fanatizëm, por sepse kështu hapeshin dyert. Kështu siguroheshe që fëmijët e tu do të shkonin në shkollë të mirë, që gruaja jote do të kishte punë, që ti vetë nuk do të përfundoje duke tujer gur në ndonjë minier në veri. Pandi e dinte se sistemi ishte i prishur, por ai kishte mësuar të luante sipas rregullave të tij, dhe për vite të tëra kjo strategji funksionoi. Ai dhe Sandri jetonin në paqe, në atë ekuilibër delikat që shumë familje shqiptare kishin gjetur. Mos fol shumë, mos pyet shumë, mos beso shumë. Jeto. Por në vjeshtën e vitit 1988, diçka ndryshoi. Sandri filloi të fliste. Jo shumë, jo hapur, por mjaft sa të dëgjohej. Në pushimin e drekës, në mensën e kombinatit, ai filloi të bënte shaka për mungesën e bukës. Shaka të lehta, të thëna me buzëqeshje, por që kishin një thumë të hidhur. Ndoshta nëse do të kishim më pak statujat e Enverit, do të kishim më shumë miell, tha një ditë. Kolegët qeshën, por dikush tjetër nuk qeshi, dikush tjetër dëgjoi dhe raportoi. Në Shqipërinë e asaj kohe, çdo vend pune kishte informatorët e vet, çdo shkollë, çdo fabrik, çdo lagje. Sigurimi i shtetit kishte ndërtuar një rrjet kaq të dendur sa askush nuk e dinte se kush ishte mik dhe kush ishte spiun.
Fëqinji yt mund të ishte, kolegu yt mund të ishte, edhe vëllai yt mund të ishte. Kjo ishte gjëja më e tmeshme, dyshimi. Dyshimi që helmonte çdo bisedë, çdo miqësi, çdo dashuri. Dhe Sandri, me të gjithë inteligjencën e tij, nuk e kuptoi se sa shpejt lëviznin rrotat e sigurimit. Një mbrëmje në fund të muajit tetor, Pandi Raidi u thirr në zyrën e drejtorit të kombinatit. Ishte ora 5 pasdite. Ndërimi kishte mbaruar. Pandi mendoi se ishte për ndonjë çështje rutine, ndoshta për bilancin 3 mujor. Por kur hyri në zyrë, pa që drejtori nuk ishte vetëm. Pranë tij rrinte një burr me kostum gri, me fytyrë të ftohtë, me sy që nuk shprehnin asgjë. Ai nuk u paraqit, nuk kishte nevojë. Pandi e kuptoi menjëherë, sigurimi. Shoku Raidi, tha burri me kostum gri, ulluni, duhet të bisedojmë. Zëri i tij ishte i qetë, pothuajse i sjellshëm, por Pandi ngjeu se si zemra i rahte në fyt. Ne kemi një shqetësim, vazhdoi burri, një shqetësim që lidhet me një koleg tuajin, Sander Prosi. Ju jeni mik i tij apo jo? Pandi lëkundi kokën. Po, jemi fëqinj, jemi miq. Burri buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Shumë mirë, atëherë ju mund të na ndihmoni. Shoku Prosi ka filluar të thotë gjëra që na shqetësojnë, gjëra që mund të interpretohen si armiqësore ndaj partisë. Ne nuk duam të marrim masa të ashpra, jo ende, por duhet të dimë më shumë, dhe ju si miku i tij jeni në pozicionin më të mirë për të na ndihmuar. Pandi ndjeu se si dhoma rrotulloi. Ai e dinte se çfarë po i kërkoi, e dinte saktësisht dhe e dinte se çfarë do të thoshte të refuzonte. Unë nuk e di se çfarë mund t'ju them, tha ai me zë të përmbajtur. Burri me kostum griu përkull përpara. Shoku Raidi, le të jemi të sinqertë. Ju keni 2 fëmijë, një djalë 10 vjeç dhe një vajzë 8 vjeç. Djali juaj dëshiron të studiojë mjeksi apo jo? Vajza juaj shkon në shkollën Qemal Stafa, shkollë mirë. Ju keni një jetë të mirë, një punë të mirë, një apartament. Mos e humni këtë jetë për shkak të një miku që nuk di të mbaj gojen. Kërcënimi ishte i qartë, nuk ishte nevojë për fjalë të tjera. Pandi e dinte se nëse refuzonte, nesër do të transferohej në ndonjë fshat të largët. Fëmijët e tij do të hiqeshin nga shkolla, gruaja e tij do të humbas punën, dhe ndoshta edhe më keq. Sepse sigurimi nuk fuste vetëm në burg, sigurimi shkatëronte familje, sigurimi të bënte të zhdukesha pa lënë gjurmë. Çfarë duhet të bëj, pyeti Pandi, dhe zëri i tij ishte aq i ulët sa mezi dëgjohej. Burri me kostum gri nxori një flet letre dhe një stilolaps. Asgjë e vështirë, vetëm dëgjoni dhe na tregoni. Çfarë thot Sandri kur jeni vetëm? Çfarë mendon për partinë? Çfarë mendon për shokun e Enver? Nëse ka kontakte me të huaj, nëse dëgjon radio të huaja, detaje të vogla, asgjë më shumë. Ai shtiu letrën dhe stilolapsin drejt Pandit. Dhe çdo raport do ta nënshkruani me një pseudonim. Askush nuk do ta di, as Sandri, as familja juaj, askush. Pandi mori stilolapsin, dora i dridhej. Ai mendoi për fëmijët e tij, mendoi për gruan e tij, mendoi për jetën që kishte ndërtuar me aq mundim, dhe pastaj mendoi për Sandrin, për mikun e tij, për njeriun që e kishte ndihmuar kur i kishte lindur djali dhe nuk kishte para për spital, për njeriun që kishte qëndruar zgjuar me të natën kur i kishte vdekur nëna, për njeriun që e besonte verbërisht. Si do të më quani? Pyeti Pandi. Burri me kostum gri buzëqeshi përsëri. Ju zgjidhni. Pandi shkroi një fjalë në kryet e letrës, miku. Dhe kështu filloi tradhtia më e dhimbshme në jetën e Pandi Raidit. Tradhtia që do ta ndjekte deri në varr, tradhtia që do ta zhderonte nga njeri në fantazm. Raporti i parë që Pandi Raidi shkroi ishte i shkurtër, vetëm gjysmë faqe. Ai shkroi se Sandri kishte thënë se buka në dyqan ishte e keqe, se radhët ishin të gjata, se njerëzit ishin të lodhur. Asgjë e rëndë, asgjë që mund të interpretohej si armiqësi. Pandi shpresonte se kjo do të mjaftonte, se sigurimi do ta linte të qetë, por ai nuk e kuptoi se makina tashmë kishte filluar të lëvizte, dhe ajo nuk ndallonte kurrë. Pas një jave Pandi u thirr përsëri. Burri me kostum gri lexoi raportin dhe tundi kokën. Shoku Raidi, kjo nuk mjafton. Ne e dim tashmë se buka është e keqe. Na duhen gjëra më të thella. Çfarë thot Sandri për partinë? Çfarë thot për shokun e Enver? A ka shprehur dyshime për linjën politike? Pandi u përpoq të shpjegonte se Sandri nuk fliste për politikë, se ai ishte njeri i punës, jo i fjalëve. Por burri me kostum gri e ndërpreu. Atëherë bëjeni të flas. Ju jeni miku i tij. Ai ju beson. Provokojeni, pjeteni dhe na raportoni. Kështu filloi faza e dytë. Faza ku Pandi nuk ishte më vetëm vëzhgues pasiv, por agent aktiv. Ai filloi të ngrinte tema në bisedat me Sandrin. Tema që dukeshin të rastësishme, por që ishin të planifikuara me kujdes. Sander,
Ti çfarë mendon për situatën ekonomike? Mendoj se gjërat nuk po shkojnë mirë. Sandri i pafajshëm, i sinqert, filloi të hapej. Pandi, të them të drejtën, unë nuk e kuptoj. Ne punojmë më shumë se kur, por kemi më pak se kur. Diçka nuk shkon. Pandi dëgjonte. Dhe natën kur familja flinte, ai shkruante. Shkruante çdo fjalë, çdo dyshim, çdo ankesë. Muajt kalonin. Dosja e Sander Prosit u trash. 38 faqe raporte. Të gjitha të nënshkruara nga miku. Sigurimi filloi të ndërtonte një profil. Sandri u klasifikua si element i dyshimt me tendenca revizioniste. Kjo ishte një etiketë që në Shqipërinë e asaj kohe ishte sa një dënim me vdekje, sepse një herë që të etiketoheshe kështu, nuk ishte kthim. Ose do të arrestoheshe, ose do të internoheshe, ose do të zhdukesha. Por Sandri nuk e dinte asgjë. Ai vazhdonte të jetonte jetën e tij, vazhdonte të besonte Pandin, vazhdonte të pinte kafe me të çdo mbrëmje. Dhe kjo ishte pjesa më e tmeshme. Sandri nuk ishte asnjë dyshim. Ai nuk e imagjinonte dot se njeriu që rrinte pranë tij, që qeshte me të, që ndante bukën me të, ishte i njëjti njeri që po shkruante raportet që do ta dërgonin në burg. Në pranverën e vitit 1989, Sandri bëri një gabim fatal. Ai mori një radio të vjetër nga një koleg dhe filloi të dëgjonte Radio Evropa e Lirë. Kjo ishte një krim i rëndë. Dëgjimi i radiove të huaja konsiderohej propaganda armiqësore. Njerëz ishin burgosur për vite të tëra vetëm për këtë. Sandri e dinte, por ai ishte i uritur për informacion. Ai donte të dinte se çfarë po ndodhte në botë. Ai donte të dëgjonte zëra të tjerë, jo vetëm zërin e partisë. Një mbrëmje, Pandi e pa radion në apartamentin e Sandrit. Ishte e fshehur pas një dollapi, por Pandi e pa, dhe ai e dinte se çfarë duhej të bënte. Atë natë, ai shkroi raportin më të rëndë. Subjekti Sander Prosi ka në posedim një radio me të cilën dëgjon emisione të huaja. Kam dëgjuar vetë zërat e Radio Evropa e Lirë duke dalë nga apartamenti i tij. Ai e fsheh radion pas dollapit në dhomën e gjumit. Kjo është provë e qartë e aktivitetit armiqësor. Kur Pandi e dorëzoi këtë raport, burri me kostum gri e lexoi me kujdes. Pastaj e shikoi Pandin në sy. Shoku Raivi, ju keni bërë një shërbim të madh për partinë. Ky informacion është shumë i vlefshëm. Me do të veprojmë shpejt. Pandi ndjeu një të ftohtë në kurriz. Çfarë do të bëni? Pyeti ai. Burri me kostum gri mbyll dosjen. Mos u shqetësoni, ju keni bërë detyrën tuaj. Tani është radha jon. 3 ditë më vonë, në orën 5 të mëngjesit, sigurimi hyri në apartamentin e Sander Prosit. Ata e nxorën nga shtrati, e veshën me forcë dhe e çuan. Fëmijët e tij u ullrinin. Gruaja e tij u rrëzua në gjunjë dhe u lut, por askush nuk dëgjoi. Pandi që dëgjoi zhurmën nga apartamenti i tij, doli në korridorin e errët. Ai pa Sandrin duke u çuar poshtë shkallëve, i shtrënguar nga 2 burra me uniformë. Për një moment, sytë e tyre u takuan. Dhe në atë moment, Pandi pa diçka që nuk do ta harronte kurrë. Nuk ishte urrejtje, nuk ishte zemrim, ishte hutim, ishte pyetja e heshtur. Pse? Sandri nuk e dinte ende se kush e kishte tradhtuar, por Pandi e dinte. Dhe ai do ta mbante këtë sekret për 35 vjet. Sander Prosi u burgos në burgun e Burrelit. Ai u dënua me 10 vjet burg për propagandë dhe agitacion armiqësor. Provat ishin raportet e mikut dhe radio që u gjet në shtëpinë e tij. Gjyqi zgjati vetëm 2 orë. Avokati mbrojtës nuk guxoi të fliste. Sandri u shpall fajtor dhe u dërgua në një qeli të errët të lagësht, ku do të kalonte vitet më të tmerrshme të jetës së tij. Me Tiranë jeta vazhdoi. Pandi Raidi vazhdoi të punonte në kombinat. Fëmijët e tij vazhduan shkollën. Gruaja e tij vazhdoi të gatonte dhe të qeshte. Por Pandi nuk ishte më i njëjti. Ai nuk flinte natën. Ai shihte fytyrën e Sandrit në çdo pasqyrë. Ai dëgjonte zërin e tij në çdo heshtje. Ai mbante një sekret që e hante nga brenda si një kancer. Familja e Sandrit u shkatërua. Gruaja e tij humbi punën, fëmijët e tij u nxorën nga shkolla dhe u dërgua në një fshat në veri ku jetonin me gjyshen. Apartamenti u mbyll. Emri Sander. Prosit u fshi nga çdo dokument. Ai u bë një fantazm. Një njeri që kishte ekzistuar, por që tani nuk ekzistonte më. Dhe Pandi? Pandi vazhdoi të shkruante raporte. Jo për Sandrin, sepse Sandri tashmë ishte në burg, por për të tjerë. Sigurimi e kishte kapur në Grack. Ai nuk mund të dilte më. Ai ishte bërë pjesë e makinës, dhe makina nuk lëshonte kurrë. Por në thellësi të shpirtit të tij, Pandi e dinte se një ditë e vërteta do të dilte. Një ditë dosjet do të hapeshin.
Një ditë, emri i tij do të lehtësohej me zë të lartë, dhe atë ditë ai do të gjykohej. Jo nga sigurimi, jo nga partia, por nga historia, dhe nga vetë ndërgjegja e tij. A ishte ai fajtor? A ishte ai viktim? A mund të fajsosh një njeri që zgjodhi jetën e fëmijëve të tij mbi nderin e miqësisë? Këto janë pyetjet që do të na ndjekin në kapitujt e ardhshëm. Sepse historia e Pandi Rajdit dhe Sander, Prosit nuk është vetëm historia e dy burrave. Është historia e një kombi të tërë që jetojnë në frikën, në ndushimin, në makinën e tmerrshme të sigurimit që e ktheu çdo shqiptar në armik të mundshëm të çdo shqiptari tjetër. Në kapitullin e ardhshëm do të zbulojmë se çfarë ndodhi me Sandrin në burg. Do të lexojmë letrat që ai shkruante dhe që nuk i arrinin kur familjes. Do të dëgjojmë dëshmitë e ish burgosurve që e njohën atë dhe do të zbulojmë se si, edhe në errësirën më të thellë, Sandri nuk e humbi shpresën. Deri në ditën kur ndodhi diçka që e theu përfundimisht. Në muajin e dytë të burgimit të Sander Prosit, në një mbrëmje të ftohtë marsit të vitit 1989, Pandi Rajdi u zgjua nga një ëndër e tmerrshme, dhe pas e gruaja e tij nuk ishte në krevat. Ai e gjeti atë në kuzhinë, ullur në errësirë, duke mbajtur në duar një letër të pallosur. Kur ndezi dritën, pas e letra ishte shkruar me shkronja të trasha, me bojë të zezë, dhe në krye shkruante vetëm një fjali. Ne e dim se çfarë ke bërë. Nuk ishte nënshkrim, nuk ishte adres kthimi, por mesazhi ishte i qartë si kristali. Dikush e dinte. Dikush brenda sigurimit kishte filluar të luante një lojë të re. Sepse kjo ishte mënyra se si funksiononte sistemi. Edhe spionët kishin spion, edhe tradhtarët tradhtoheshin. Pandi e kuptoi atë natë se ai nuk ishte më vetëm një vegjël e sigurimit. Ai ishte bërë një kërcënim i mundshëm. Sepse njeriu që di shumë është njeriu që mund të flasë shumë. Dhe në Shqipërinë e asaj kohe, heshtja sigurohej vetëm me një mënyrë, me frikë absolute ose me zhdukje absolute. Pandi nuk i tregoi gruas së tij se çfarë kishte bërë. Ai thjesht e mori letrën, e dogjin e lavaman, dhe i tha asaj se ishte një gabim, një shak e keqe nga dikush. Por ajo e shikoi me sy që dinin më shumë se sa duhej. Gratë shqiptarët asaj kohe kishin mësuar të leconin heshtjen më mirë se fjalët. Ato jetonin në një botë ku burrat mbronin sekretet me gënjeshtra, dhe ato mbroheshin duke mos pyetur. Por atë natë, kur Pandi u kthye në shtrat, ai ndjeu se si dora e gruas së tij ishte më e ftohtë se zakonisht, dhe ai e dinte se diçka kishte tyer përgjithmonë. Ditët që pasuan ishin një ferri ngadaltë. Pandi shkonte në punë, por nuk mund të përqendrohej. Ai shihte fitura që i shikonin. Ai dëgjonte përshpëritje që ndaleshin kur ai kallonte. Në mensën e kombinatit, kolegët e tij nuk ullureshin më pranë tij. Në pushimin e cigareve, bisedat ndaleshin kur ai afrohej. Ai ishte bërë një fantazme gjallë, një njeri që ekzistonte, por që askush nuk donte ta shihte. Sepse të gjithë e dinin, ndoshta jo detajet, por ata e dinin se Pandi kishte lidhje me sigurimin. Dhe kjo mjaftonte për ta izoluar atë si një lebroz. Një pasdite në fund të muajit prill, Pandi u thirr përsëri në zyrën e njohur. Por kësaj radhe, burri me kostum gri nuk ishte vetëm. Pranë tij rrinte një grua e re, me flokë të shkurtër, me sy të ftohtë si akulli, me një çantë lëkure të zezë në prehër. Ajo nuk u paraqit. Ajo thjesht nxori nga çanta një tuf fotografish dhe i shtroi mbi tavolinë si letra lloje. Pandi i pa fotografitë dhe ndjeu se si gjaku i ngrinte në fyt. Ishin fotografi të fëmijëve të tij. Djali i tij duke dalë nga shkolla, vajza e tij duke luajtur në park, gruaja e tij duke bler bukë në radhë, fotografi të bëra nga larg me teleobjektiv pa dijenin e tyre. Mesazhi ishte i qartë: ne jemi kudo, ne shohim gjithçka, dhe nëse ti flet, ata do të paguajnë. Shoku Rajdi, tha gruaja me zë të qetë, pothuajse të ëmbël. Ne kemi një problem. Ka filluar të qarkulloj një zë se ju nuk jeni më i besueshëm, se ju mund të keni ndërgjegjeje, se ju mund të pendoheni. Ajo mori një nga fotografitë, atë të vajzës së tij, dhe e mbajti para syve të Pandit. Ne nuk duam që ky zë të përhapet. Ne duam që ju të vazhdoni të jeni miku ynë besnik. Por për këtë, ju duhet të na provoni se jeni ende me ne, plotësisht me ne. Pandi pyeti me zë të thyer: çfarë duhet të bëj? Gruaja buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje që e bëri Pandin të ndjente se si stomaku i kthehej. Ka një njeri tjetër që na shqetëson, një koleg i juaj i vjetër, Petrit Deda. Ai ka filluar të organizojë takime të fshehta me disa punëtorë të kombinatit. Ne mendojmë se ata po planifikojnë diçka, ndoshta një protest, ndoshta diçka më e keqe. Ju do të afroheni me Petritin, ju do të fitoni besimin e tij,
dhe ju do të na raportoni çdo fjalë që ai thot. Pandi e njihte Petrit deden. Ishte një burr i ndershëm, me 5 fëmijë, me një grua të smur. Ai punonte 12 orë në ditë dhe mezi mbante familjen, por ai kishte diçka që shumë të tjerë kishin humbur. Ai kishte guxim. Ai fliste hapur për padrejtësitë, ai nuk kishte frikë dhe pikërisht kjo e bënte të rrezikshëm. Unë nuk mund, tha Pandi. Petrit është njeri i mirë, ai nuk ka bërë asgjë të keqe. Gruaja e ndërpreu me një gest të dorës. Shoku Raidi, ju nuk kuptoni, nuk është çështje se çfarë ka bërë, është çështje se çfarë mund të bëj, dhe ne nuk presim derisa të ndodhë, ne parandallojmë. Ajo mori fotografinë e vajzës së Pandit dhe e vuri në çantën e saj. Kjo fotografi do të mbetet tek ne, si kujtim, si garanci. Ju keni një javë për t'u afruar me Petritin. Pas një jave, presim raportin e parë. Atë natë Pandi nuk shkoi në shtëpi. Ai eci nëpër rrugët e errta të Tiranës derisa këmbët i dhemnin. Ai mendoi të ikte, por ku? Shqipëria ishte një burg i madh, kufijt ishin të mbyllur. Deti ishte mbrojtur. Malet ishin plot me ushtar, nuk ishte i qie. Ai mendoi të vriste veten, por pastaj mendoi për fëmijët e tij. Çfarë do të ndodhte atyre nëse ai vdiste? Do t'i dërgonin në jetimore. Do t'i etiketonin si fëmijë të armikut të popullit. Do t'i shkatëronin përpara se të kishin mundësi të jetonin. Kështu që Pandi zgjodhi të jetoj, vetë të tradhtoi përsëri. Petri deda ishte një burr me shtat të lartë, me duar të mdha nga puna, me një zë që dukej se vinte nga thellësitë e tokës. Ai punonte në seksionin e ngjyrosjes së tekstileve, një punë që e linte gjithmonë të njollosur me ngjyra të ndryshme, kështu që duket sikur mbante mbi vete një hartë të çuditshme. Ai kishte një mënyrë të veçantë të shikonte në sy kur fliste, një mënyrë që të bënte të ndjeheshe se ai vërtet të dëgjonte, se ai vërtet kujdesej. Dhe kjo ishte arsyeja pse njerëzit i besonin. Kjo ishte arsyeja pse ai ishte i rrezikshëm. Pandi filloi të afrohej me Petritin ngadalë, me kujdes, si dikush që afrohet me një kafshë të egër që mund të ikte në çdo moment. Ai filloi të pinte kafe me të gjatë pushimit. Ai filloi të pyeste për familjen e tij, për shqetësimet e tij. Ai u bë miku që Petrit nuk e dinte se kishte nevojë, dhe Petrit, i lodhur, i izoluar, i uritur për miqësi të vërtet, filloi të hapej. Pandi i tha Petrit një ditë, ndërsa pinim çaj të ngjehtë në një cep të mensës, a nuk të duket se diçka duhet të ndryshojë? A nuk të duket se ne nuk mund të vazhdojmë kështu përgjithmonë? Pandi ndjeu se si zemra i rrahte më shpejt. Ai e dinte se kjo ishte çasti. Kjo ishte ajo që sigurimi priste të dëgjonte. Por ai u përpoj të luante rolin e tij me kujdes. Çfarë do të thotë kjo Petrit? Çfarë mund të bëjmë ne? Jemi vetëm punëtor të thjeshtë. Petri të shikoi rreth e rrotull për të siguruar se askush nuk i dëgjonte. Pastaj u përkull më afër. Ai hezitoi për një moment, Pandi ndjeu se si një gur i rënd i binte në stomak. Ai e dinte se nëse shkonte në atë takim, ai do të trastonte jo vetëm Petritin, por të gjithë ata që do të ishin atje. Ai do të ishte spiuni që do t'i dërgonte të gjithë në burg. Por ai mendoi për fotografinë e vajzës së tij në çantën e gruas me sy të ftohtë. Ai mendoi për kërcënimet, ai mendoi për mungesën e zgjedhjes. Po, do të vi, tha Pandi. Dhe me këto fjalë, ai vullosi fatin e Petrit dedës dhe të gjithë atyre që besonin në të. Takimi u mbajt në një bodrum të vjetër në lagjen Kombinat, në një ndërtesë të braktisur që dikur kishte qenë një magazin. Ishin 8 burra, të gjithë punëtor, të gjithë të lodhur, të gjithë të uritur për ndryshim. Ata nuk flisnin për revolucion, ata nuk flisnin për rrëzimin e sistemit, ata thjesht flisnin për jetën e tyre, për pagat që nuk mjaftonin, për orët e gjata të punës, për mungesën e lirisë, për frikën që jetonin çdo ditë. Pandi zhinte në një cep dhe dëgjonte. Ai nuk foli shumë, ai vetëm vëzhgonte, ai memorizonte fytyrat, ai memorizonte emrat, ai memorizonte çdo fjalë që tuhej. Dhe atë natë kur u kthye në shtëpi, ai shkroi raportin më të gjatë që kishte shkruar ndonjëherë. 8 faqe, emrat e të 8 burrave, vendi i takimit, data, ora, çdo detaj. Kur e dorëzoi raportin, groja me sy të ftohtë e lexoi me kujdes. Pastaj shikoi Pandin dhe tha: "Shoku Raidi, ju keni bërë shumë mirë vërtet. Tani ne do të veprojmë, dhe ju do të vazhdoni të shkoni në takimet e tjera, derisa ne të jemi gati." Pandi pyeti me zë të dobët: "Çfarë do të bëni atyre?" Groja mbyll dosjen. "Mos u shqetësoni për këtë. Ju keni bërë detyrën tuaj. Tani shkoni në shtëpi, tek fëmijët tuaj, tek jeta juaj e sigurt." 2 javë më vonë, në orët e hershme të mëngjesit, sigurimi goditi. Të 8 burrat u arrestuan në të njëjtën kohë.
Shtëpitë e tyre u bastisën, familjet e tyre u tronditën. Petrit deda u morë në shtrati i tij, ndërsa fëmijët e tij u lërinin. Ai nuk kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Ai nuk kuptoi se si sigurimi e dinte gjithçka. Ai nuk kuptoi se kush i kishte tradhtuar. Por në gjyq, kur lecuan provat, kur lecuan raportet e detajuara, kur përmendën çdo fjalë që ishte thënë në atë bodrum, Petrit e kuptoi. Ai e kuptoi se kishte vetëm një njeri që kishte qenë atje dhe që nuk ishte arrestuar. Vetëm një njeri që kishte dëgjuar gjithçka. Vetëm një njeri që kishte fituar besimin e tij dhe pastaj e kishte shkatëruar. Kur Petrit deda u dënua me 15 vjet burg, ai kërkoi të fliste. Gjykatësi i lejoi një fjalë të fundit. Petrit u ngrit, i lidhur me pranga, me fytyrë të rruar nga mungesha e gjumit dhe tortura e hetimit, dhe tha vetëm një fjali. Pandi Raidi, kur të vdesësh, shpirti yt nuk do të gjej prehje as në ferr. Pastaj e cuan, dhe Pandi, që ishte në sallën e gjyqit si dëshmitar, ndjeu se si ato fjali digjeshin në shpirt si hekurin gjetë. A mund të vazhdonte Pandi të jetonte me këtë barë? A mund të shikonte pasqyrën çdo mëngjes duke ditur se ai kishte dërguar 9 njerëz në burg? Sander Prosi, Petrit deda, 7 të tjerë, 9 familje të shkatëruara, 9 jetë të thyera. Dhe për çfarë? Për sigurinë e familjes së tij, për jetën e qetë, për frikën. Në verën e vitit 1990, diçka ndryshoi në Shqipëri. Era e ndryshimit që frutej në Evropën lindor, filloi të arrinte edhe në këtë vend të izoluar. Muri i Berlinit ra, diktatura në Rumani u rrëzua. Njerëzit filluan të flisnin me zë më të lartë, filluan të guconin. Dhe sigurimi, për herë të parë në dekada, filloi të ndjente se kontrolli po i rrëshqiste nga duart. Pandi Raidi ndjeu këtë ndryshim. Ai pa se si kolegët e tij filluan të flisnin më hapur. Ai pa se si frika po zvendësohej me shpresë. Por ai nuk mund të ndante këtë shpresë, sepse ai e dinte se për të nuk kishte shpëtim. Ai e dinte se kur sistemi të binte, kur dosjet të hapeshin, kur e vërteta të dilte, ai do të ishte një nga të parët që do të gjykoheshin. Jo nga sigurimi, por nga populli, nga ata që ai kishte tradhtuar. Një natë në fund të gushtit, Pandi mori një vendim. Ai shkoi në zyrën e sigurimit dhe kërkoi të takonte burrin me kostum gri. Kur u ul përballë tij, ai tha me zë të qetë: "Unë nuk mund të vazhdoj. Unë nuk mund të bëj këtë më." Burri me kostum gri e shikoi me një shprehje që ishte përzierje e habitis dhe përbuzjes. "Shoku Raidi, ju nuk kuptoni. Ju nuk mund të ndalloni. Ju jeni pjesë e këtij sistemi. Ju jeni miku, dhe miku nuk largohet kurrë." Por Pandi tundi kokën. "Unë e di se çfarë kam bërë. Unë e di se nuk ka falje për mua, por të paktën le të ndalloj tani, le të mos ketë më viktima." Burri me kostum gri u përkull përpara. "Dhe çfarë mendoni se do t'ju ndodh juve? Mendoni se do t'ju lënë të qetë? Mendoni se sekreti juaj do të mbetet sekret?" Pandi e shikoi në sy. "Bëni çfarë të doni, por unë nuk do të shkruaj më asnjë raport. Kjo mbaroi." Ai u ngrit dhe doli nga zyra, dhe për herë të parë në vite ai ndjeu diçka që kishte harruar. Ai ndjeu dinjitet. Por çmimi i këtij dinjiteti do të ishte i lartë, shumë i lartë, sepse sigurimi nuk falte. Dhe ata që gusonin të thonin jo, paguanin me gjithçka që kishin. Në kapitullin e ardhshëm, do të zbulojmë se çfarë ndodhi me Pandin pas këtij refuzimi. Do të shohim se si sigurimi u përpoq të thente përsëri, do të dëgjojmë për takimin e fundit midis Pandit dhe Sandrit, një takim që ndodhi në rrethana të çuditshme, dhe që zbuloi një të vërtetë që askush nuk e priste. Dhe do të fillojmë të kuptojmë se historia e kësaj tradhtie është më e ndërlikuar se sa duket, sepse në një sistem ku të gjithë janë viktima dhe të gjithë janë tradhtar, ku fillon faji dhe ku mbaron mëshira. Në dhomën e vogël të interrogjimit në ndërtesën qendrore të sigurimit të shtetit, në katin e tretë ku dritarja ishte muruar me tulla, ku era e lagështirës përzihej me atë të frikës së përjetshme, Pandi Raidi u ul në një karrige druri që kishte shenja të thella gërvishtesh nga duart e atyre që kishin qëndruar atje më parë. Ishte mesi shtatorit të vitit 1990 dhe jashtë dëgjoheshin tingujt e një qyteti që fillonte të zgjohej nga gjumi i gjatë i frikës. Por brenda asaj dhome, koha dukej se kishte ngrirë në një epokë tjetër, në një botë ku rregullat e vjetra ende mbretronin me grusht hekuri. Përballë tij nuk ishte më burri me kostum gri që ai njihte. Ishte një burr më i ri, me mustae të trasha, me sy që lviznin shpejt si të një kafshë grabiqare, me një dosje të trashë në duar që e hodhi mbi tavolinë me një zhurmë që bëri Pandin të kërcej.
Shoku Raidi, tha buri me një zë që ishte i butë, por që mbante brenda një kërcënim të fshehur. Ne kemi këtu 38 raporte që ju keni shkruar, 38 dokumente që dëshmojnë besnikrinë tuaj ndaj partisë, 38 prova që ju keni qenë një patriot i vërtet. Ai hapi dosjen dhe filloi të lexojë me zë të lartë, duke teksuar çdo fjalë si thik që futej ngadalë në mish. Subjekti Sander Prosi ka shprehur dyshime për linjën ekonomike të partisë. Subjekti Petrit Deda ka organizuar takim të paligjishëm me qëllim propaganda armiqësore. Pastaj e mbili dosjen dhe e shikoi Pandin me një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Ve tani ju më thoni se doni të ndalloni? Tani kur puna juaj ka qenë aq e vlefshme? Tani kur ne kemi më shumë nevojë për njerëz si ju? Pandi ndjeu se si duart i dridhen, por ai i mbajti të shtrënguara në preher për të fshehur dridhjen. Unë kam bërë atë që më kërkuat, kam mbrojtur familjen time, por tani mjafton. Nuk mund të jetoj më kështu. Buri me mustaqe u përkull përpara, aq afër sa Pandi mund të ndjente erën e duhanit të lirë në frymëmarrjen e tij. Ju nuk kuptoni, shoku Raidi. Ju nuk mund të zgjidhni kur të filloni dhe kur të ndaloni. Kjo nuk është punë që jep dorëheqjen. Kjo është identiteti juaj. Ju jeni miku. Dhe miku do të mbeteni derisa ne të vendosim ndryshe. Ai nxori nga xhepi i brendshëm të xhaketës një zarf të bardhë dhe e shtroi para Pandit. Hapeni. Me duar që mezi i bindeshin, Pandi hapi zarfin. Brenda ishin fotografi të reja, por këtë herë nuk ishin fotografi të fëmijëve të tij duke luajtur në park apo duke dalë në shkolla. Ishin fotografi të tij vetë. Fotografi ku ai hynte në ndërtesën e sigurimit. Fotografi ku ai u lej në kafene me Petrit Dedën. Fotografi ku ai shkruante diçka në një fletore në errësirën e natës, ullur pranë dritares së kuzhinës. Ve në fund, një fotografi që e bëri zemrën t'i ndallonte. Një fotografi e tij duke dorëzuar një zarf në dorën e burrit me kostum gri, e bërë nga një kënd që dukej qartë fytyra e tij, që dukej qartë gjesti i tradhtisë. Quote: 66 tha burri me mustaqe me një zë që tani ishte bërë jashpër si gur. Quote: 67. Ai mblodhi fotografit dhe i vuri përsëri në zarf. Pangjë ndjeu se si doma rrotulloi rreth tij, se si muret afroheshin duke e shtypur, se si ajri bëhej më i trashë dhe më i vështirë për t'u thithur. Ai kishte menduar se refuzimi i tij do të ishte fundi, por ai kishte harruar rregullin kryesor të sigurimit. Askush nuk dilte kurrë. Një herë brenda, ishe brenda për gjithmonë, derisa të vdisje, ose derisa sistemi të vdiste. A mund të kishte shpresë për një njeri si Pandi Raidi? A mund të kishte shpëtim për dikë që kishte shkuar aq thellë në errësirë sa nuk shihte më dritën? Apo ai ishte dënuar të jetonte në këtë ferë të përjetshëm duke shkruar raporte që shkatronin jetë, duke mbajtur sekrete që e hanin nga brenda si një sëmundje pa shërim? Në muajin tetor të po atij viti, ndërsa gjetet e dafinave në bulevardin kryesor të Tiranës filluan të merrnin ngjyrën e bakrit të vjetër dhe era e vjeshtës sillte me vete një të ftohtë që depërtonte deri në kocka, Pandi Raidi mori një lajm që e goditi si një rufe në një qiell të kthiellt. Sander Prosi ishte liruar nga burgu. Jo me falje, jo me amnisti, por sepse shëndeti i tij ishte përkeqësuar aq shumë, sa edhe sigurimi kishte frikë se mos ai vdiste brenda mureve të burgut dhe kjo të shkaktonte probleme. Në ato muaj të fundit të diktaturës, kur era e ndryshimit fryhte gjithnjë më fort, edhe makina e tmeshme e sigurimit kishte filluar të lëvizte me më shumë kujdes, duke ditur se çdo vdekje e panevojshme mund të bëhej simbol, mund të ndeste një zjarr që nuk mund të shuhej më. Lajmi erdhi te Pandi përmes një kolegu të vjetër që punonte në administratën e burgut. Një njeri që dikur kishte qenë mik i tij, por që tani e shikonte me një përzierje të çuditshme midis mëshirës dhe përbuzjes. Sandri u kthye, i tha ai me zë të ulët ndërsa rrini në një cep të mensës së kombinatit, larg veshëve të tjerëve. Por nuk është më Sandri që ti e njeh, është një hije, një fantazm. Peshon ndoshta 50 kg, kolitet gjak, mezi ecën. Ai e shikoi Pandin me një shikim që depërtonte thellë, dhe ai pyet për ty, ai do të shoh. Pandi ndjeu se si gjaku i ngrinte në fyt. Takimi që ai kishte frikë më shumë se çdo gjë tjetër. Takimi që ai kishte ndëruar në makte për vite me radhë. Si mund të shikonte në sy njeriun që ai kishte tradhtuar? Si mund të qëndronte përballë mikut që ai kishte dërguar në ferr? Çfarë mund të thoshte? Çfarë mund të shpjegonte? Por ai e dinte se nuk mund të shmangej. Ai e dinte se kjo ishte një takim që duhej të ndofte, pavarësisht nga çmimi, sepse ndoshta, vetëm ndoshta, në atë takim do të gjente diçka që kishte humbur prej kohësh, mundësinë për të thënë të vërtetën, mundësinë për të kërkuar falje, mundësinë për të qenë përsëri njeri, edhe nëse vetëm për një moment. Takimi u organizua në një mënyrë të çuditshme,
Jo në shtëpinë e Sandrit, sepse familja e tij kishte humbur apartamentin dhe tani jetonin në një dhomë të vetme në periferi të qytetit. Jo në një vend publik, sepse Sandri nuk kishte forcë të dilte, por në një vend që kishte kuptim vetëm për ta, në qatin e pallatit ku kishin jetuar dikur si fqinj, në atë vend ku kishin pirë kafe së bashku në mbrëmjet e verës, ku kishin folur për ëndra dhe shpresa, që tani dukeshin si të një jete tjetër, të një bote tjetër. Pandi u ngjit shkallët ngadalë, duke ndjerë se si çdo shkallë ishte më e rëndë se e mëpashmja, duke ndjerë se si këmbët i dridhen dhe zemra i rrah aq fort sa mendonte se të gjithë në pallat mund ta dëgjonin. Kur arriti në çati, pa një figurë të ulur në një karrige të vjetër druri, të mbështjell në një batanie të hollë, me shpinë nga perëndimi i diellit që po zbriste ngadalë pas kodrës së dajtit, figura nuk u kthye kur dëgjoi hapat. Thjesht foli me një zë që ishte hije e zërit që Pandi mbante mend. Erdhe, tha Sander Prosi. Nuk isha i sigurt nëse do të kishe guximin. Pandi ndaloi disa metra larg, duke mos guxuar të afrohej më shumë. Sander, zëri i tij u thye. Ai nuk e dinte se si të vazhdonte. Çfarë fjalësh mund t'i sim mjaft të mëdha për këtë moment? Sandri u kthye ngadalë dhe kur Pandi pa fytyrën e tij, ai ndjeu se si diçka tyhej përfundimisht brenda tij. Fytyra që dikur kishte qenë plot jetë, plot ngrohtësi, tani ishte e verdhë si dylli vjetër, me sy të thelluar në zgavra, me faqe të rëna, me buzë të çara. Por më e tmerrshme se gjithçka ishte shpreha në ato sy. Nuk ishte urrejtje, nuk ishte zemrim, ishte diçka më e keqe, ishte kuptim. Ishte një trishtim aq i thellë sa dukej se kishte gërryer çdo pjesë të shpirtit. E di, tha Sandri me zë të qetë. E di që ishe ti. Pandi ndjeu se si gjunjët i dobësoheshin. Si e more vesh? Sandri buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që bënte më shumë dhimbje se çdo lot. Në burg, kur të marrin në pyetje, ata të tregojnë gjëra, jo gjithçka, por mjaft. Ata më lecuan pjesë nga raportet, detaje që vetëm ti i dije, biseda që kishin pasur vetëm ne të dy, dhe unë e kuptova. Ai kolliti, një koll e thellë që e trondit të gjithë trupin e tij të dobët. Por e çuditshme është se unë nuk të urreva. Edhe atje, në errësirën e qelis, kur kuptova se ti më kishe traftuar, unë nuk mundesha të urreje. Sepse e dija se ti nuk ishe zgjedhje, asnjë prej nesh nuk ishte zgjedhje. Pandi ra në gjunjë. Lotët që ai kishte mbajtur për vite filluan të rrjedhin pa kontroll. Më fal, Sander, të lutem, më fal. Ata kërcënuan fëmijët e mi. Ata më tanë se nëse nuk shkruaja do të na shkatërronin. Unë nuk dija çfarë të bëja. Sandri shikoi drejt perëndimit të diellit që po ngjyroste qiellin me ngjyra portokalli dhe vjollc. E di, Pandi, e di. Dhe kjo është pjesa më e tmerrshme e kësaj historie, se ti nuk je armiku im. Sistemi është armiku. Sigurimi është armiku. Ata që na vunë në këtë pozicion janë armiqt. Ti ishe vetëm një vegjël, ashtu si isha edhe unë, ashtu si ishim të gjithë. Ai u kthye përsëri dhe e shikoi Pandin me ato sy që mbanin brenda një dhimbje që nuk mund të shprehej me fjalë. Por kjo nuk e bën më të lehtë, apo jo? Kjo nuk e kthen kohën mbrapsht. Kjo nuk më kthen mua shëndetin. Kjo nuk ua kthen fëmijëve të mi babain që humbnin. Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë në heshtje, ndërsa dielli zbriste dhe errësira fillonte të mbulonte qytetin. Di burra që dikur kishin qenë velezër, që tani ishin të ndarë nga një humner që nuk mund të kapërcehej kurrë. Dy viktima të një sistemi që kishte bërë nga njerëzit armiq të njëri tjetrit, që kishte zhduruar miqsinë në armë, që kishte kthyer dashurinë në frikë. Çfarë do të bësh tani? Pyeti Pandi më në fund, duke fshirë lotët me mëngën e gjaketës. Sandri mori frymë thellë, një frymëmarrje që dukej se jepte dhimbje. Do të vdes së shpejti. Mjekët më dhanë disa muaj, ndoshta një vit nëse jam me fat. Burgu më mori gjithçka. Por para se të vdes, dua të bëj një gjë. Dua që historia jonë të tregohet, jo për hakmarrje, por për të treguar se çfarë i bëri ky sistem njerëzve, për të treguar se si ai na ktheu në monstra edhe kur ne nuk donim të ishim. Pandi e shikoi me një përzierje frike dhe admirimi. Por nëse tregon historinë, do të duhet të tregosh edhe për mua. Do të duhet të thuash se unë të tradhtova. Sandri lëkundi kokën. Po, do ta them, por do ta them me të vërtetën e plot. Do të them se ti nuk ishe tradhtar nga zgjedhja, por nga nevoja. Do të them se sistemi të detyroi. Do të them se ti ishe viktim, po aq sa isha edhe unë. Ai u përpoq të ngrihet nga karrigja dhe Pandi u nxitua ta ndihmonte. Kur qëndruan përballë njëri tjetrit, Sandri e vuri dorën e tij të dobët mbi shpatullën e Pandit. Por ka një gjë që duhet të premtosh. Kur sistemi të bjerë, kur dosjet të hapen,
kur e vërteta të dalë, ti duhet të flasësh. Ti duhet të tregosh se si funksionon të sigurimi. Ti duhet të jesh dëshmitar, jo për të shpëtuar veten, por për të ndihmuar të tjerët të kuptojnë. Pandi lëkundi kokën duke mos u besuar dot fjalëve që dëgjonte. Pse? Pse do të më falësh kështu? Pse nuk më urren? Sandri buzëqeshi përsëri dhe kësaj radhe në atë buzëqeshje kishte diçka që i ngjante paqes. Sepse urrejtja është ajo që ata duan. Urrejtja është arma e tyre. Nëse unë të urreje, atëherë ata do të kishin fituar edhe pas vdekjesime. Por nëse unë të fal, nëse unë kuptoj, atëherë unë marr diçka mbrapsht. Marr mbrapsht njerëzin time, marr mbrapsht shpirtin tim. Ata u përqafuan. 2 hije në errësirën që po zbriste, 2 burra që kishin humbur gjithçka, por që në atë moment gjetën diçka që as sigurimi nuk mund t'u amerte. Gjetën faljen. Gjetën kuptimin. Gjetën një copës të vogël të asaj njerëzie që sistemi kishte përpjekur ta shkatëronte. Kur Pandi zbriti nga cati atë natë, ai nuk ishte më i njëjti njeri. Diçka kishte ndryshuar brenda tij. Barën e fajit ende mbante dhe do ta mbante deri në vdekje. Por tani kishte edhe diçka tjetër. Kishte një qëllim. Kishte një premtim që duhej mbajtur. Kishte një histori që duhej treguar. Por a do të kishte guximin ta mbante atë premtim? A do të kishte forcën të qëndronte përballë botës dhe të thoshte kuote 90? Apo ai do të zgjidhte heshtjen, do të zgjidhte të mbante sekretin deri në varr, duke shpresuar se askush nuk do ta zbulonte kurrë të vërtetën? Në dhjetor të vitit 1990, Shqipëria filloi të lvizte. Studentët dollën në rrugë, njerëzit filluan të kërkonin ndryshim me zë të lartë. Statujat e Enver Hoxhës u rrëzuan, zyrat e sigurimit u sulmuan. Dosjet filluan të digjeshin nga vetë ata që i kishin mbajtur për dekada, duke u përpjekur të fshehnin provat e krimeve të tyre. Por nuk mund të digjeshin të gjitha, shumë mbetën. Dhe midis tyre, dosja me numrin 563.7, dosja e Sander Prosit, dosja ku shkruante emri i Mikut. Pandi Raidi jetoi ato muaj në një gjendje të vazhdueshme ankthi. Çdo ditë priste që dera e tij të trokitej, që dikush të hynte me atë dosie në dorë, që e vërteta të dilte. Por ditët kalonin dhe asgjë nuk ndodhte. Sigurimi ishte shpërbër, shumë nga oficerët kishin ikur, të tjerë kishin ndryshuar identitet. Sistemi që kishte sunduar me frikë për 50 vjet, kishte rënë në vetëm disa muaj, duke lënë pas një kaos ku askush nuk e dinte se kush ishte fajtor dhe kush ishte viktim. Në shkurt të vitit 1991, Pandi mori lajmin që e kishte pritur me frikë, ve që në të njëjtën kohë e priste me një lloj lehtësimi të çuditshëm. Sander Prosi kishte vdekur. Shëndeti i tij i rrënuar nga vitet e burgut nuk ishte mundur të rezistonte më. Ai vdiq në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja, në paqe. Fjalët e fundit që tha, sipas vajzës së tij, ishin: "Mos urreni askënd, ata nuk e dinin se çfarë bënin." Pandi shkoi në funeral. Ai qëndroi në fund, larg familjes, larg miqve, duke mos guxuar të afrohej. Ai shikoi arkivolinë e thjeshtë të drurit, ai dëgjoi fjalët e imamit, ai pa llotët e fëmijëve që kishin humbur babain 2 herë, një herë kur ai u burgos dhe tani përgjithmonë. Dhe ai ndjeu se si diçka tyhej përfundimisht brenda tij. Njeriu që e kishte fallur, njeriu që i kishte dhënë një shans për shpëtim, nuk ishte më. Dhe tani ai mbetej vetëm me premtimin e tij. Pas ceremonisë, ndërsa njerëzit shpërndaheshin, vajza e Sandrit, një vajzë e re me sy që i ngjasonin shumë atyre të babait të saj, ju afrua Pandit. Ajo e shikoi për një kohë të gjatë, pa folur, dhe Pandi ndjeu se si zemra i ndalonte. A e dinte ajo? A ja kishte treguar Sandri? Babai më tha për ju, tha ajo më në fund me një zë që ishte i qetë por i fortë. Më tha gjithçka, më tha se ju ishit miku. Pandi ndjeu se si bota rrotulloi. Ai hapi gojen për të folur, por nuk doli asnjë fjalë. Vajza vazhdoi, por ai më tha edhe diçka tjetër. Ai më tha se ju nuk ishit armiku i tij. Ai më tha se sistemi ishte armiku. Dhe ai më kërkoi të mos ju urreje, ai më kërkoi të kuptoje. Ajo nxori nga çanta e saj një zarf të verdhur. Kjo është për ju, ai e shkroi pak para se të vdiste, ai donte që ju ta leçonit. Me duar që dridhen, Pandi mori zarfin, ai nuk e hapi atje. Ai priti derisa arriti në shtëpi, derisa u mbyll në dhomën e tij, derisa u sigurua se askush nuk mund ta shihte. Pastaj, me frymë të ndaluar, e hapi. Brenda ishte një letër e shkruar me shkrim dore të dridhur, me fjalë që herë-herë ishin të vështira për t'u lehtësuar, por që mbanin brenda një forcë që e goditi Pandin si një val. Quote. Në 97 fillonte letra. Quote. Në 98, Pandi lexoi letrën 3 herë.
pastaj e mbajti në kraharor dhe qau si nuk ishte qarë kur më parë. Qau për Sandrin, qau për Petritin, qau për të gjithë ata që ai kishte tradhtuar. Qau për veten e tij, qau për një vend të tërë që kishte jetuar në ferr për atë gjatë. Dhe kur lotët u than, ai mori një vendim. Ai do të fliste. Ai do të tregonte historinë. Ai do të hapte dosjen. Ai do të qëndronte përballë botës dhe do të thoshte, por a do të kishte guximin ta bënte? A do të mund të duronte urrejtin, përbuzjen, gjykimin? A do të mund të jetonte duke ditur se emri i tij do të mbetej përgjithmonë i lidhur me tradhtinë? Këto janë pyetjet që do të përcaktojnë kapitujt e fundit të kësaj historie, sepse historia e Pandi Rajdit nuk mbaron me vdekjen e Sander Prosit. Ajo vazhdon në vitet që vijnë, në vendimin që ai merr, në çmimin që ai paguan për të thënë të vërtetën, dhe në fund, në pyetjen që secili prej nesh duhet ta bëjë. Çfarë do të bëje ti në vendin e tij? A do të zgjidhje heshtjen apo të vërtetën? A do të zgjidhje sigurinë apo onderin? A do të zgjidhje jetën apo dinjitetin? Në pranverën e vitit 1992, kur frima e lirisë së re kishte filluar të depërtonte edhe në shtresën më të thellë të shoqërisë shqiptare, por kur pllagët e së kaluarës ende gjakoseshin në sipërfaqe, Pandi Rajdi hyri në një ndërtesë që dikur e kishte friksuar më shumë se vdekjen, arkivat qendrore të ish sigurimit të shtetit. Tani ato ishin hapur për publikun, një hapje pjesme e kontrolluar, por megjithatë një hapje që lejonte ata që kishin guximin të shikonin brenda errësirës që kishte gjilabruar vendin për 50 vjet. Korridoret ishin ende të njëjta, me mure të luera me ngjyrë jeshile të zbehtë, me dysheme që kërcëllinin në këmbë, me erë të vjetër letre dhe frike të përjetshme. Por tani nuk kishte më oficer me kostume gri që të prisnin në çdo cep, kishte vetëm njerëz të thjeshtë, si ai, që kërkonin përgjigje për pyetje që i kishin munduar për dekada. Pandi ecte ngadalë, duke ndjerë se si çdo hap e çonte më afër një të vërtete që ai tashmë e dinte, por që tani do të bëhej zyrtare, do të bëhej e prekshme, do të bëhej e pamohueshme. Ai kishte ardhur për të kërkuar dosjen e tij, jo dosjen ku ai ishte _quote_20_, sepse atë e dinte tashmë, por dosjen tjetër, dosjen që ai nuk e kishte ditur se ekzistonte, dosjen që do t'i tregonte se edhe ai vet kishte qenë i monitoruar, se edhe ai vet kishte pasur spiun që i raportonte, se edhe ai vet kishte qenë viktim, ndërkohë që ishte kthyer në xhelat. Gruaja që punonte në arkiv, një grua e moshuar me sy të lodhur, që dukej se kishte parë shumë dhimbje në jetën e saj, e shikoi Pandin me një përzierje mëshire dhe kureshtie kur ai i dha emrin e tij. Ajo u zhduk në radhët e pafundme të rafeve të mbushura me dosje, dhe kur u kthye, mbante në duar jo një, por 2 dosje të trasha. Ktu janë, tha ajo me zë të ulët. Njëra është dosja ku ju jeni subjekt, tjetra është dosja ku ju jeni burim. Ajo i vuri dosjet mbi tavolinën e lehtësimit dhe shtoi me një zë që mbante brenda një trishtim të thellë. Zoti ju dhënë të forcë për atë që do të lehtësoni. Pandi u ul dhe hapi dosjen e parë me duar që dridhen, dhe ajo që pa e bëri të kuptonte se sa më e thellë ishte errësira se sa ai kishte imagjinuar ndonjëherë. Sepse edhe ai, miku besnik i sigurimit, kishte pasur dosjen e tij. Edhe ai kishte qenë i monitoruar. Edhe për të kishin shkruar raporte. Dhe kur filloi të lehtësonte, kur pa emrat e atyre që kishin raportuar, ai ndjeu se si bota rrëzohej përsëri. Njëri prej tyre ishte burri me kostum gri që kishte rekrutuar. Ai kishte shkruar raporte për Pandin duke vlerësuar besnikrinë e tij, duke analizuar dobësitë e tij psikologjike, duke rekomanduar masa shtesë kontrolli. Tjetri ishte një koleg nga puna, dikush që Pandi e kishte konsideruar mik. Dhe i treti, ai që goditi më shumë se të gjithë, ishte vëllai i tij i vogël, që kishte shkruar vetëm një raport, vetëm një, por që në atë raport kishte thënë: Pandi po tregon shenja të pendimit. Ai nuk fle natën, ai flet në gjumë. Ai përmend emrin e Sander Prosit me dhimbje. Rekomandoi vëzhgim të shtuar. Kjo ishte e vërteta absolute e sistemit të sigurimit. Askush nuk ishte i lirë. Edhe spionët kishin spion, edhe tradhtarët tradhtoheshin. Edhe ata që mendonin se ishin pjesë e makinës, ishin vetëm dhëmb të saj, gati për t'u thyer dhe zvendësuar në çdo moment. Sistemi nuk besonte askënd. Sistemi nuk donte besnikëri. Sistemi donte frikë absolute, kontroll absolut, izolim absolut. Dhe ai e kishte arritur këtë duke e kthyer çdo shqiptar në armik të mundshëm të çdo shqiptari tjetër, duke e bërë që askush të mund t'i besonte askujt, as vetes. Pandi mbyll dosjen dhe mbështeti kokën në duar. Ai kishte menduar se e dinte gjithçka.
Ai kishte menduar se i kuptonte sistemin, por tani kuptoi se ai kishte qenë vetëm një kukull, një vegjël, një grimc në një makinë aq të madhe dhe aq të tmerrshme sa mendja njerëzore mezi mund ta përfituronte. Dhe pyetja që i kishte munduar për vite mori një dimension të ri. Nëse të gjithë ishin viktima, nëse të gjithë ishin tradhtar, nëse askush nuk ishte zgjedhje të vërtet, atëherë kush ishte fajtor? Kush duhej të gjykojë? Kush duhej të falej? A mund të gjykosh një njeri që të raftoi në nkërcënim, kur ai vetë ishte në nkërcënim nga ata që e detyruan të raftonte? A mund të fajsosh një viktim që u bë gjelat për të mbijetuar, kur alternativa ishte zhdukja e plot? Në verën e po atij viti, Pandi Raidi mori një vendim që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë dhe që do ta vendoste atë në qendër të një debati kombëtar që ende vazhdon sot. Ai vendosi të shkruante një libër. Jo një libër justifikimi, jo një libër vetëm mbrojtjeje, por një libër të vërtet. Një dëshmi të plot, një rrëfim pa filter të asaj se si funksiononte sigurimi, se si rekrutonte, se si kërcënonte, se si thente njerëzit derisa ata bëheshin ajo që ai donte. Ai vendosi të publikonte raportet që ai vetë kishte shkruar, të publikonte dosjet që ai kishte gjetur, të publikonte të gjithë historinë, duke përfshirë edhe pjesën më të turpshme, tradhtinë e tij ndaj Sander Prosit, ndaj Petrit Dedës, ndaj të gjithë atyre që ai kishte dërguar në vuajtje. Kur lajmi u përhap, reagjimi ishte i vëmshëm dhe i ndar. Disa e quajtën trim, disa e quajtën tradhtar që po përpiqej të pastrojnë ndërgjegjen. Familja e Petrit Dedës, që kishte vuajtur 15 vjet ndarje dhe varfëri, doli publikisht dhe kërkoi që Pandi të gjykohej. Ai nuk është hero, tha gruaja e Petritit në një intervistë që u transmetua në televizionin kombëtar me zë që dridhej nga zemrimi dhe dhimbja. Ai është shkaktari që na shkatërroi jetën. Ai është njeriu që dërgoi burrin tim në ferr, dhe tani ai do të bëhet i famshëm duke treguar historinë tonë. Tani ai do të fitoj para duke shitur vuajtjen tonë. Kjo është e papranueshme. Por kishte edhe zëra të tjerë. Kishte ishte burgosur politik që thanë se historia e Pandit ishte e rëndësishme, se ajo tregonte se si funksiononte sistemi, se ajo ndihmonte të kuptohet se tradhtia nuk ishte gjithmonë zgjedhje personale, po shpesh ishte rezultati një presioni që shumica e njerëzve nuk mund ta imagjinonin. Ne duhet të dëgjojmë këto histori, tha një ish i burgosur që kishte kalluar 20 vjet në Spac. Jo për të fallur tradhtarët, por për të kuptuar se si sistemi funksiononte. Për të kuptuar se si ai na bëri të gjithëve armiq të njëri tjetrit. Sepse nëse ne nuk e kuptojmë këtë, ne rrezikojmë ta përsërisim. Libri u botua në vjeshtën e vitit 1993. Ai u quajt Dosja sekret, rrëfimi i një spiuni. Në faqen e parë, Pandi kishte shkruar një përkushtim që bëri shumë njerëz të qanin. Për Sander Prosin, që më fali kur unë nuk mund të falja veten. Për Petrit Dedën, që më mallkoi me të drejtë. Për të gjitha ata që unë trahtova, me vetdije ose pa vetdije, dhe për brezat e ardhshëm që ata të mos harrojnë kurrë se çfarë ndodh kur frika bëhet ligj dhe dyshimi bëhet virtyt. Libri shkaktoi një stuj. Ai u lecuan nga mijëra njerëz. Ai u diskutua në shkolla, në universitete, në familje. Ai nxori në sipërfaqe pyetje që shumë njerëz kishin dashur t'i mbanin të varrosura. Sa prej nesh do të kishim vepruar ndryshe? Sa prej nesh do të kishim zgjedhur nderin mbi jetën e fëmijëve tan? Sa prej nesh do të kishim pasur guximin të thoshim kur alternativa ishte shkatërrimi i plot? Por libri solli edhe një çmim të rënd për Pandin. Ai u bë një figurë e izolluar. Ish kolegët e tij e shmangnin në rrugë. Fqinjet e tij nuk i përshëndesnin më. Fëmijët e tij u përballën me fyerje në shkollë, me thirrje u ndërkori, QUOTE, u ndërkori, 116, u ndërkori, me izolim që i bëri të vuanin për zgjedhjen që babai i tyre kishte bërë. Gruaja e tij, që kishte qëndruar pranë tij gjatë gjithë këtyre viteve, filloi të tregonte shenja të lodhjes së thellë. I tha ajo një natë, ndërsa rrinin në errësirë në dhomën e tyre të vogël, Pandia nuk kishte përgjigje të lehtë. Ai e dinte se çdo zgjedhje kishte çmimin e saj. Ai e dinte se duke folur, ai kishte hapur plag që shumë njerëz kishin dashur t'i mbanin të mbyllura. Por ai e dinte edhe diçka tjetër. Ai e dinte se heshtja do të kishte qenë një tradhtim tjetër. Heshtja do të kishte qenë tradhtia e fundit ndaj Sander Prosit, që i kishte kërkuar të fliste. Heshtja do të kishte qenë tradhtia ndaj të gjithë atyre që kishin vuajtur dhe që meritojnë që historia e tyre të tregohet, edhe kur ajo histori është e dhimbshme, edhe kur ajo histori nuk ka heronj të pastër dhe ke bërës të qartë. Po, tha ai më në fund, duke marrë dorën e gruas së tij në errësirë. Vlen, sepse e vërteta gjithmonë vlen, edhe kur ajo të kushton gjithçka.
Në dimrin e vitit 2000, ku Shqipëria kishte hyrë në një epokë të re, ku sistemi i vjetër ishte zhdukur, por kur hijet e tij ende shtrieshin mbi çdo aspekt të jetës, Pandi Raidi u ftua të dëshmonte para një komisioni parlamentar që po hetonte krimet e sigurimit të shtetit. Ishte një moment historik. Për herë të parë, ish spionët po ftonin të flisnin publikisht, jo për të gjykuar penalisht, sepse ligji i ri nuk lejonte gjykime retroaktive, por për të kontribuar në një proces të vërtetës dhe pajtimit që vendi po përpiqej të ndërtonte. Salla ishte mbushur plot, kishte gazetar nga të gjitha mediat, kishte familje të viktimave, kishte ish burgosur, kishte njerëz të thjeshtë që donin të kuptonin, dhe kishte edhe ish oficerë të sigurimit që rrinin në radhët e fundit me fytyra të mbyllura, duke vëzguar me sy që nuk shprehnin asgjë. Kur Pandi u ngrit për të folur, heshtja që ra në sallë ishte aq e thellë sa mund të dëgjojë rrajet e zemrës. Ai qëndroi para mikrofonit, me një dosje të trashë në duar, me fytyrë që tregonte çdo vit të vuajtjes që ai kishte kaluar, dhe filloi të fliste me një zë që ishte i qetë por i fortë, një zë që mbante brenda pesha në një jetë të tërë të pendimit dhe të kërkimit të kuptimit. Filloi ai. Ai vazhdoi për 2 orë. Ai tregoi detaje që bën shumë njerëz në sallë të qanin. Ai tregoi se si e rekrutuan, se si e kërcënuan, se si e thyen. Ai tregoi se si edhe ai vet kishte qenë i monitoruar, se si edhe ai vet kishte pasur spiun. Ai tregoi se si sistemi nuk besonte askënd, se si ai funksiononte me frikë absolute, se si ai e kishte kthyer një komb të tërë në një burg ku çdo njeri ishte roje dhe i burgosur në të njëjtën kohë. Dhe në fund, ai tha diçka që do të mbetej në kujtesën e shumë njerëzve që ishin atje. Kur ai mbaroi, heshtja vazhdoi për disa sekonda. Pastaj nga radhët e para, një grua u ngrit. Ishte vajza e Sander Prosit. Ajo ecte ngadalë drejt podiumit dhe të gjithë në sallë shikonin me frymë të ndallur. Kur arriti pranë Pandit, ajo i shikoi në sy për një kohë të gjatë, dhe pastaj, në një gjest që bëi shumë njerëz të shpërthejnë në lot, ajo e përqafoi. Quote 124, tha ajo me zë që mezi dëgjohej. Quote 125. Ishte një moment që simbolizoi diçka më të madhe se vetëm një falje personale. Ishte një moment që tregoi se një komb mund të zgjedhë të ecë përpara, jo duke harruar, por duke kujtuar me mencuri, duke kuptuar se e kaluara është komplekse, se nuk ka heronj të pastër dhe kebërës të qartë, se të gjithë ne jemi të aftë për të mirë dhe për të keqe, në varësi të rrethanave në të cilat gjendemi. Pandi Raidi vdiq në vitin 2017 në moshën 75 vjeç. Ai vdiq në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja, pas një jete që kishte qenë një udhtim i gjatë nga errësira drejt dritës, nga tradhtia drejt të vërtetës, nga turpi drejt një lloj digniteti të fituar me dhimbje. Në funeral shkuan njerëz të shumt, shkuan ata që e kishin fallur, shkuan ata që ende e urrenin, shkuan ata që thjesht donin të kuptonin, dhe shkuan edhe disa ish oficerë të sigurimit që qëndronin në fund me fytyra të mbyllura, duke parë varrosin e një njeriu që kishte guxuar të bëjë atë që ata nuk kishin guxuar kurrë, të fliste. Libri i tij, UQUO-TE26, u bë tekst mësimor në disa shkolla, u përkthye në gjuhë të tjera, u lexua nga studiues që përpiqeshin të kuptonin se si funksionojnë sisteme totalitare, se si ato thejnë njerëzit, se si ato i kthejnë qytetarët në armiq të njëri tjetrit. Dhe historia e tij u bë një parallajmërim për çdo shoqëri që mendon se mund të ndërtojë sigurim mbi frikë, që mendon se mund të arrijë rend mbi tradhtinë, që mendon se mund të krijojë unitet duke e bërë që askush të mos i besojë askujt. Por çfarë ndodhi me ata që e tradhtuan Pandin? Buri me kostum gri, oficeri që e rekrutoi dhe që vetë raportoi, u zhduk pas rënies së sistemit. Disa thonë se ai iku në Greqi, të tjerë thonë se ai ndryshoi identitet dhe jeton ende në Shqipëri, me një jetë të re, me një emër të ri, duke mbajtur sekretet e tij deri në varr. Vëllai i vogël i Pandit, ai që shkroi raportin për të, nuk foli kurrë publikisht për këtë. Ai jetoi një jetë të qetë, të izoluar, duke shmangur çdo diskutim për të kaluarën. Dhe kur vdiq në vitin 2012, ai nuk la asnjë dëshmi, asnjë rrëfim, asnjë shpjegim. Sekreti i tij u varros me të. Kjo është ndoshta pjesa më e trisht e kësaj historie, se shumë prej atyre që ishin pjesë e makinës zgjodhen heshtjen. Zgjodhen të mos flasin, të mos shpjegojnë, të mos kërkojnë as falje, as kuptim. Dhe kështu, një pjesë e madhe e së vërtetës mbeti e varrosur e humbur përgjithmonë, duke lënë pas pyetje që nuk do të kenë kurrë përgjigje. Por historia e Pandi Raidit dhe Sander Prosit mbetet. Ajo mbetet si një dëshmi e asaj se çfarë i bën frika njerëzve. Ajo mbetet si një paralajmërim për çdo brez që mendon se historia nuk mund të përsëritet. Ajo mbetet si një pyetje që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes.
Çfarë do të bëja unë, nëse do të më vinim para zgjedhjes midis jetës së fëmijëve të mi dhe ënderit tim? Çfarë do të zgjidhja? Nëse do të më kërcënonin me shkatërimin e gjithçkaje që dua, a do të kisha guximin të thoja UQUOTE 127? Apo a do të bëhesha edhe unë një UQUOTE 28, duke shkruar raporte në errësirën e natës, duke tradhtuar për të mbijetuar, duke jetuar me një sekret që do të më hante nga brenda derisa të vdisja? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Këto janë pyetje që na sfidojnë të gjithëve të shohim përtej gjykimit të thjeshtë, të shohim përtej ndarjes së botës në të mirë dhe të këqij, në heronj dhe tradhtar. Këto janë pyetje që na kërkojnë të kuptojmë se njerëzimi është kompleks, se morali është i ndërlikuar, se në rrethana ekstreme ne të gjithë jemi të aftë për gjëra që nuk do t'i imagjinonim kurrë në kohë normale. Historia e Pandi Rajdit nuk është një histori e thjesht tradhtie, është një histori e zgjedhjes së pamundur. Është një histori e një sistemi që e bëri zgjedhjen e pamundur. Dhe është një histori që na kujton se liria më e madhe që kemi është liria të mos jemi kurrë në atë pozicion. Liria të jetojmë në një shoqëri ku askush nuk detirohet të zgjedhë midis dashurisë dhe ënderit, midis familjes dhe miqësisë, midis jetës dhe dinjitetit. Miq të dashur, tani që e dini historinë e plot, tani që keni dëgjuar për Pandin dhe Sandrin, për tradhtin dhe faljen, për sistemin që i theu të dy, ne ju pyesim: si e shihni ju këtë histori? A ishte Pandi Rajdi tradhtar që meritonte dënimin, apo ishte viktime një sistemi që nuk I linte zgjedhje? A mund të fajsojmë një njeri që zgjodhi jetën e fëmijëve të tij mbi nderin e miqësisë? A mund ta kuptojmë atë edhe nëse nuk mund ta falim? Dhe më e rëndësishmja, çfarë mësimi marrim nga kjo histori për kohën tonë, për shoqërinë tonë, për zgjedhjet që ne vetë bëjmë çdo ditë? Shkruani mendimet tuaja në komentet këtu poshtë. Na tregoni nëse në qytetin tuaj, në familjen tuaj, ka histori të ngjashme që ende nuk janë treguar. Na tregoni nëse ju ose prindrit tuaj keni jetuar në atë kohë dhe si e kujtoni atë. Sepse këto histori nuk duhet të harrohen. Këto histori duhet të tregohen, të diskutohen, të kuptohen. Vetëm kështu ne mund të sigurojmë që ato të mos përsëriten kurrë. Nëse kjo histori ju preku, nëse ju bëri të mendoni, nëse ju ndihmoi të kuptoni diçka të re për të kaluarën tonë të përbashkët, ju lutemi vendosni një pëlqim dhe abonohuni në kanalin tonë. Ne do të vazhdojmë të sëjmë histori të vërteta, histori të dhimbshme, histori që duhen treguar. Sepse e vërteta, edhe kur është e vështirë, edhe kur dhemb, gjithmonë vlen të tregohet. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim të vështirë, por të nevojshëm. Deri në historinë e ardhshme, kujtoni: e kaluara nuk harrohet, ajo mësohet, dhe vetëm duke mësuar nga e kaluara, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë.